Nuk ka ende një vendim zyrtar se si do të veprojnë deputetët e koalicionit Vlen në Kuvend pas largimit të Aleancës për shqiptarët nga koalicioni Vlen. Shefi i grupit parlamentar Halil Snopçe, i cili vjen nga radhat e Aleancës për shqiptarët Arben Taravarit, thekson se tani për tani nuk ka ndonjë paralajmërim se koalicioni do të veprojë ndaras në Kuvend. Për momentin nuk ka paralajmërim as nga ana jon e as nga ana e partnerëve tanë se do të veprohet me grupe të veçanta parlamentare. Kjo i bie se ende po veprojmë si grupi përbashkët parlamentar. Fundja, këto vendime qoftë të njërës, qoftë të palës tjetër, kanë të bëjnë për zgjedhjet e ardhshme lokale, deklaroi Halil Snopçe, deputet i ASH-s. Kreu i lëvizjes Besa Bilal Kasami sot theksoi se ende nuk është biseduar se si do të funksionojë grupi parlamentar. Megjithatë tha se çdo deputet do të jetë i mirëseardhur në grupin parlamentar të Vlenit, nëse është i gatshëm të jetë pjesë e transformimit të koalicionit në një parti politike. Veprimet cilat ne do duhet t'i marrim nga ky moment e andej në konsultim edhe me deputetët, sigurisht që për ne është me rëndësi që koalicioni Vlen të vazhdoj në frymën e vet, çdo deputet është i mirëseardhur të jetë pjesë atij grupi parlamentar të koalicionit Vlen dhe sigurisht çdo deputet që do të jetë i gatshëm që të jetë pjesë e këtij procesi të homogenizimit dhe ngritjes së një strukture politike të koalicionit Vlen do të jetë i mirëseardhur të jetë pjesë e koalicionit. Grupin parlamentar të koalicionit Vlen tani për tani e përbëjnë 14 deputet. 5 deputet janë të Aleancës për shqiptarët, 3 të Lëvizjes Demokratike dhe Alternativës, 2 të Lëvizjes Besa, 1 deputet i pavarur, respektivisht Bekim Qoku. Sipas rregullores së Kuvendit, për të formuar grup parlamentar, duhet pasur së paku 5 deputet, që do të thotë se Taravari ka mundësi të formojë grupin e vet parlamentar, nëse janë të pajtimit deputetët Halil Snopçe, Riaz Çaqiri, Mimoza Musa, Sadik Sulejmani dhe Salim Sulejmani.